Ju përshëndes, jam vendosur para gjykatës së lartë dhe sot bën plot 8 ditë nga marrja e vendimit nga gjykata e lartë për ta çuar në gjykatën kushtetuese. Rekursi nuk është bërë, prandaj dhe unë kem ngul ditë për ditë. Kem ngul për ata që kem ngulin, kem ngul për ata që dëgjojnë, kem ngul për ata që mendojnë, kem ngul për patriotët, për gazetarët, për shqiptarët, për të gjithë njerëzit që duan të vend dhe që mendojnë për gjakun e atyre njerëzve të cilët u vranë për këtë vend. Të Arsen Gjinit, të ushtarit, të oficerit Fatmir Shehu për masakrën e Peshkëpisë që është bërë në vitin 1994 dhe datën 10 prill. Aq sa mundemi, se kemi zë, sa kemi forcë, ne e përhapim atë. Në sfond është gjykata e lartë, siç e shikoni. Këtu kem ngulur vazhdimisht, këtu do vi, sepse këtu është dhënë vendim për ta lënë në fuqi vendimin e Arben Krajës të korrupsionit, e të Lalzit, që dosja Peshkëpia të mbyllet. Me ato gjëra që ka dosja Peshkëpia brenda, vetë për të mbyllur nuk është mirë, po ta e kanë mbyllur, se kështu e kanë bërë për 32 vjet, 33 vjet, po bëhen tani, që kur është kryer masakra e Peshkëpisë, e lënë pa autor. Nuk janë gjetur autorët, nuk është zbardhur ngjarja, megjithatë, këta e kanë kollaj, sepse këta i kanë të shtëpia, djemt, vëllezërit. Njerëzit e tyre i kanë të shtëpia. Sado Simoni, Ilir Banda, Sokol Binaj, edhe Sokol Sadushi, që është kryetari i gjykatës lartë, i kanë të gjithë herëve edhe Arben Kraja, edhe hetuesit e prokurorit, që s'kan të jenë të zotët të hetojnë edhe të zbërthejnë Llambi Papën dhe Fredi Belerin, imagjino se si kanë arritur ata gradat të tilla, të jenë ata kolonel, ku diun se çfarë janë ata. Mirë po ja, këto ndodhin në Shqipëri. Ne do të ngulim herë pas here, derisa të shkojë rekursi në gjykatën e lartë, dhe nëse gjykata e lartë merr një vendim si këta të tjerët, se nuk është çudi, atëherë ne do të nisemi Strasburgut. Megjithatë që ta lëmë në rrugë këtë ne, unë për vete nuk do e lë. Do përdorim të gjitha forcat, mjetet, mënyrat për ta çuar në Strasburg, nëse nuk na e miraton gjykata e lartë që ta rihap dosjen. Ju përshëndes.